Energjin do ta shesim me 6 lek nga 18 që blejnë sot. Çmimin e ujit do ta përgjysmojmë. Çdo lloj qiraje do përgjysmohet dhe autoritetet bashkisë s'do mund vendosin kurrë taksa mbi 1% të xhiros për të gjithë biznesin. Kështu që edhe sipërmarrësi do ketë mundësi të zgjeroj, të investoj, të rrisë rrogat dhe të punsoj më shumë, Ndaj dhe ju ftoj që këto 12 ditë që kanë mbetur, çdo familjar tuaj, çdo njeri që njihni, që akoma nuk është i vendosur, ti paraqisni programin ton, se ky program e vërteta është që është për çdo shqiptar. Unë e kemi thënë dhe e themi, ne do vendosim minimum jetik për çdo pensionist me pension më të ulët se 200 euro. Për çdo të papunë, për çdo njeri në ndihmë ekonomike, për çdo fëmijë me një prind dhe për studentët me bursë. Në këtë mënyrë japim një frymëmarrje më të madhe. Do rimbursojmë 100% listë e ilaçave që rimburson Republika Italiane.